Le të imagjinojmë për pak sikur dikush hidhet krejt papritur me parashut në një planet të panjohur. Wow, një fillim mjaft dramatik. Po, por le ta mendojmë pak. Drita në atë planet është jashtëzakonisht e fortë, vërbuese fare. Graviteti ndjet ndryshe në lëkurë. Çdo zhurmë është një lloj gjëmimi i thellë metalik që s'është dëgjuar kurrë më parë. Dhe madje vetë ndjesitë e trupit si uria apo një ndryshim temperature janë krejt misterioze dhe të pakuptueshme. Do me thënë një skenar i pastër fiksioni dhe mbjetese. Fiks, tingëllon ashtu, por në fakt ky është saktësisht realiteti biologjik çdo mëngjes për një foshnjë të përsalindur. Ata operojnë në një mbingarkesë ndijore absolute. Dhe përballë këtij sulmi në të gjitha shqisat, njerëzit instinktivisht mendojnë se ilaçi është t'i argëtojnë fëmijët ose t'i fshehin. Sakt, ose të bëjnë kushtedise çfarë magjie për t'i qetësuar. Kur në fakt përgjigja për ta zbutur këtë panik është diçka krejtësisht banale e megjithatë absolutisht thelbësore, parashikueshmëria. Ne kemi përgatitur këtë analizë të thelluar sot, duke shqyrtuar një sasi masive kërkimesh nga seria e njohur Prindërimi. Kjo seri përqendrohet specifikisht në 6 muajt e parë të jetës së fëmijës. Që është një dritare kohore kaq kritike, apo jo? Është vërtet thelbësore, dhe misioni ynë sot është të marrim konceptin thellësisht të keqkuptuar të rutinës dhe ta kthejmë përmbys, sepse nuk bëhet fjalë për regjime shtypse të një kampi ushtarak. Do eksplorojmë një lloj strukture që në të vërtetë sjell liri. Kështu që le ta nisim duke hyrë në atë që ndodh brenda kafkës së një të përsalinduri. Pse truri i tyre ka kaq dëshpërimish nevojë të di se çfarë vjen më pas? Po, gjithçka fillon dhe mbaron me kortizolin. Kur një tru, sidomos një tru i papjekur i një bebeje, përballet me të panjohurat e vazhdueshme çdo sekond të ditës, ai regjistron një rrezik të mundshëm. Truri mendon se është në rrezik jete. Pikërisht. Qendra e alarmit në tru, ma amigdala, ndizet e kuqe. Trupi i foshnjës përgjigjet duke pompuar sasi të larta të hormonit të stresit, kortizolit, direkt në qarkullimin e gjakut. Ky hormon i mban ata në një gjendje gatishmërie të lartë, ato që ne në psikologji e quajmë modaliteti lufto ose mbath. Lufto ose mbath? Po, dhe në ato gjendje alarmante fiziologjike, fëmia e ka biologjikisht të pamundur të relaksohet. Thellë, e ka të pamundur të tret ushqimin siç duhet, dhe si për gjithçkaje, e ka të pamundur të dorëzohet në një gjumë të thellë ripërtëritës. Por, kur vendoset një model që fillon e përsëritet, ndodh diçka fantastike. Çfarë ndodh saktësisht? Truri e njeh ngjarjen, amigdala e udh vigjilencën, kortizoli tërhiqet dhe trupi lëshon hormone të sigurisë. Kjo më kujtoni në një gjë shumë të bukur. Është sikur të vizitosh një qytet huaj e gjigant pa pasur një hartë. Për bebet, gjithçka në këtë botë është e re dhe kaotike. Po, një xhungël e vërtet metropolitane për ta. Fiks. Dhe rutina ndërtuar biologjikisht nuk i ngjan me të themi një gajdi turistike të ngurtë që të tërheq prej mënge me një kronometër në dorë. Ajo i ngjan atyre pikave të referimit monumentale në atë qytet të panjohur. Është ajo kulla e orës apo ai lumi që e sheh kudo që ndodhesh. Ose një ndërtesë e veçantë. Po. Pra, nuk ka rëndësi nëse po ecën shumë ngadalë sot apo nëse vrapove për 5 minuta. Sa herë që sheh atë lum, sistemi yt qetësohet sepse thua me vete, e di se ku jam. Këto pika referimi u japin bebeve busullën për të naviguar pafundësinë e një dite që ndryshe do ishte e pakuptueshme. Është një krahasim brillant, vërtet, dhe ato pika referimi mbeten të palëvizshme. Ndërtimi i ditës rreth këtyre stacioneve, pavarësisht sa kohë u duhet atyre për të kaluar nga njëri stacion te tjetri, gjen atë ekuilibrin mes strukturës dhe fleksibilitetit. Kjo u ofron siguri atyre dhe shliron prindrit nga ai mikromenaxhimi i padobishëm i kohës. Do më thënë, prindrit nuk kanë pse të bëhen general ushtrie. Saktësisht, ata kthehen thjesht në vëzhgues natyror të fëmijës së tyre, e kuptojnë se nuk bëhet fjalë për të ndjekur akrepat e orës. E qartë. Kjo na çon natyrshëm te pyetja tjetër. Cila është saktësisht kjo rrugë? Cili është ky rend fiks që funksionon kaq mirë me biologjinë? Të dhënat nga burimet tona tregojnë qartë për një strukturë thelbësore, një lloj boshti të ardh ditor. Ai përbëhet nga 3 faza që përsëriten. Ne mund ta quajmë këtë cikli bazë, dhe është po aq i fuqishëm saq është i thjeshtë, dhe asnjëherë, po them asnjëherë, nuk e ndryshon renditjen. Cilat janë hapat? Hapi i parë është ushqyerja. Ndodh zakonisht kur fëmia sapo është zgjuar plotësisht. Hapi i dytë, sapo mbaron ushqimi,
është faza e zgjimit dhe ndërveprimit me ambientin, dhe pastaj, sa po dritarja e tyre e energjisë fillon të mbyllet, kalojmë në hapin e tretë që është gjumi. Pra, ushqim, pastaj zgjim, pastaj gjumë. Po, kjo strukturë siguron që fëmia nuk vuan kur atë gjendjen katastrofike të stërlodhjes. Ushqimi sjell energji, faza e zgjimit e djegat energji dhe gjumi rikuperon trupin. Prit një sekond megjithatë. Unë jam i sigurt që çdo prind që dëgjon këtë do të thotë, kjo teori e vendos ushqimin në fillim dhe gjumin në fund. Por sa herë që ka një fëmijë që grindet pa pushim, dihet që mjeti më efektiv për ta bërë të flej është japësh gjë apo një biberon. E vërtet është një instinkt shumë i fortë. Po pra, qetësimi është thuajse i menjëhershëm. Syt mbyllen, muskujt lëshohen. Pse duhet të shpikim një rregull të ri për t'i ndarë këto procese? A nuk është më e lehtë t'i japësh për të ngrënë dhe ashtu bie në gjumë direkt? Ky është refuzimi më i arsyeshëm dhe ti themi gjëra troç, është gracka ku bien pothuajse të gjithë. Sepse në afat shkurtër duket sikur ke fituar betejën. Të ushqesh fëmijën ndërsa bie në gjumë punon shumë mirë sepse akti i thithjes shkarkon sasi të mëdha oksitocine që e qetësojnë thellësisht trurin e tyre. Do me thënë i vendos në një gjendje droge natyrale në një farë mënyre. Fiks, por problemi nuk është fjetja fillestare, është zgjimi pasues. Duhet kuptojmë arkitekturën thelbësore të gjumit. Gjumi lëviz si dalg oqeani. Ne bjem në gjumë të thellë, pastaj dalim sipër në gjumë shumë të lehtë dhe rizhytemi përsëri. Dhe te bebet këto cikle ndodhin pothuajse çdo 50 minuta. Ato hapin syt për gjysmë ose rënkojnë pak. Janë ato momentet e mikrozgjimeve, kur duket sikur po lëvizin e bëjnë zhurma, por pastaj zakonisht bien vet prap në gjumë. Saktësisht, dhe këtu hyn në lojë arsye pse duhet ai tamponi mes ushqimit dhe gjumit, pra faza e zgjimit. Nëse një foshnjë mëson se vetmja mënyrë për të rënë në gjumë është përmes ushqimit, atëherë gjatë atij mikrozgjimi natyror truri bën një skanim të ambientit. Fëmia do të vërej se i mungon qumushti. Wow, dhe aty fillon paniku. Po, nga ky mikrozgjim kalon menjëherë në alarm të plot, por të rikthyer në gjumë do kërkoj të ushqihet përsëri edhe nëse stomaku është i plot. Faza e zgjimit ndërhin pikërisht për ta thyer këtë lidhje. Kjo ka jashtëzakonisht shumë kuptim. E mëson trurin të bjerë në qetësi i pavarur nga ushqimi. Por prisni, a nuk thatë pak më herët edhe për disa përfitime njohise apo zhvillimore? Po, dhe ky është faktori i dytë. Kur stomaku sapo është ngopur, fëmia është i pushuar dhe karburanti është në kulmin e tij. Nëse e lëshojmë drejt gjumit pa i dhënë mundësi të interaktojë, kemi shkatëruar dritaren ku sistemi i tyre trunor është më që përgatitur të mësojë. Është një logjik zinxhir e mrekullueshme. Pra merr lëndën ndjekse, e shpenzon gjatë fazës së zgjimit dhe pastaj trupi është gati të rikarikohet. Por në jetën reale, me një krijesë 2 javëshe në shtëpi, si e zbaton këtë pa e kthyer në një regjim me forcë? Rregulli i artë, sipas burimeve tona, është të ndërtosh strukturën përmes vëzhgjimit, jo përmes forcës. Kuptojeni sinjalin që jep vet bebi. Disa të porsalindur mund të rezistojnë zgjuar vetëm 45 minuta para se të mbingarkohen nga adenozina që është kimikati i presionit të gjumit. Do më thënë s'mund t'imponojmë 2 orë rresht zgjuar, vetëm se ashtu e ka një kalendar në internet? Në asnjë mënyrë, do ishte katastrofike për ta. Dhe këtu lidhur me këtë periudhën e zgjimit, duhet theksoj diçka thellësisht çliruese që del nga hulumtimet. Sot kemi një presion kulturor për një lloj prindërimi performativ. Duket sikur sapo fëmia hap syt, prindrit duhet ta kthejnë dhomën në një qendër gjenish me drita, tinguj e lodra hiperkontrastuese. Po, është ajo ndjenja e fajt se po nuk bëre 110%, fëmia nuk po zhvillohet. Pikërisht. Rrotullojnë 7 lloje zhurmuesish, fillojnë me simfonitë e Mozartit. Por shkenca thot se kjo është rrezikshmërisht e kundërt për një bebe deri në 6 muaj. Është e gabuar sepse ne mendojmë si të rritur. Për një tru disa muajsh, thjesht një fytyrë njerëzore që qëndron pa lëvizur para tyre është ngjarja më komplekse në univers. Thjesht një fytyrë e zakonshme. Po, mendoje pak, fytyra e njeriut nuk është simetrike. Sytë tu pulitin, buzët bëjnë mikrolëvizje, drita përthyet në fytyrë. Për një foshnjë të procesojë gjithë këtë fluks vizual, të kuptoj format e tua, është fjalë për fjalë si të shoh premierën më maramense të një filmi aksion me efekte 3D. Wow, është vërtet mbreslëndse kur e mendon në atë mënyrë. Ne si të rritur mendojmë se nuk po bëjmë asgjë, kur në fakt ata po përtypin një sasi malore informacioni vetëm nga kontakti sy-më-sy.
Saktësisht, çdo fjalë përshkuritur ose një ledhatim rutinë është edukimi më suprem për ta. Nëse mbi këtë trup delikat ju shtoni drita e muzikë të theksuar, informacioni e kalon kapacitetin absorbues, sistemi i tyre shkon në stërmundim, rritet kortizoli dhe bebi pastaj refuzon kategorikisht të fiket për të fjetur. Kjo shpjegon pse kemi fëmijë që i kanë sytë të rënduar, mezi mbajnë hapur, e megjithatë bërtasin dhe nuk bien gjumë. Nuk u duen më shumë lodra për t'u qetësuar, u duhet shkëputje drastike nga ngacmimi, një dhomë zymt dhe heshtje. E the shumë sakt, thjesht ulja e stimujve. Por le të jemi të vërtet, nuk shkon çdo gjë vaj në 24 orë. Në çfarë minasht fshehura shkelin zakonisht njerëzit kur tentojnë të mbajnë këtë cikël? Studimet nxjerrin në pa 3 pengesa specifike. E para është natyrisht injorimi total i çdo modeli, ku dita është komplet kaos. E dyta është ai mbistimulimi që sapo diskutuam. Por pengesa e tretë, dhe ndoshta më shkatruesja, është ndryshimi radikal dhe i vazhdueshëm. Ndryshimi i rutinës. Po. Ka një lloj paniku apo nxitimit e prindrit kur diçka nuk funksionon që ditën e parë. Provoj një qasje nga interneti sot dhe nesër një teknik komplet tjetër, fjetjeje. Kur rregulla ndrohen çdo 48 orë, shtigjet nervore që bebi po niste të ndërtonte fshihen menjëherë. Domethënë, fëmia nuk arrin të mësoj çfarë vjen më pas. Asnjëherë. Ndaj kërkohet ajo disiplina për të qëndruar në një linjë. Një vazhdimsi qofte dhe jo perfekte është mijëherë më e mirë se një thyrje e modelit çdo 2 ditë. Këtu dua t'ju parashtroj një, le të themi, sfidë analitike. Nga njëra anë po flasim për rëndësinë e konsistencës dhe mospasjes së ndryshimeve, por nga ana tjetër, biologjia ofron një thyrje masive vetvetju. Materialet theksojnë se kapaciteti i foshnjës ndryshon vazhdimisht, dritarja e zgjimit rritet muaj pas muaji. Po, është një fakt biologjik i pashmangshëm. Pra, kërkohet përshtatje dhe fleksibilitet. A mundet dikush të jetë konsistent ndaj rutinës, ndërkohë që muaj pas muaji kërkohet ta transformojë këtë rutinë sepse fëmia rritet, më duket thellësisht kontradiktore. Është një paradoks i njohur, por zgjidhet lehtë nëse kuptojmë se çfarë do të thotë vërtet stabilitet, çfarë ruajmë pa prekur dhe çfarë lëm të ndryshojë lirshëm. Pjesa strikte lidhet ekskluzivisht me rendin. Rendi i hapave do më thënë ushqyerje, zgjim, gjumë. Eksakt. Pavarësisht nëse foshnja është 12 ditëshe apo 6 muajshe, ky rend nuk ndryshon. Ushqim, pastaj zgjim, pastaj gjumë. Atëherë ku vjen fleksibiliteti? Kjo lidhet me rritjen e kohëzgjatjes mes këtyre stacioneve. Pra sa i gjatë bëhet udhëtimi mes 2 pikave të referimit. Pikërisht aty, fleksibiliteti i përgjigjet faktit që një muskul apo tru që rritet ka nevojë për liri. Në muajin e 5, fëmia kërkon natyrshëm 2 orë të tëra zgjuar para se të lodhet. Ta lejosh këtë zgjerim pa imponuar oraret e vjetra, ky është fleksibiliteti ideal brenda një strukture të ngurtë. Shumë e qartë. Rendi jep udhëzimin kurse rritja dikton kohën. Por sigurisht ky ekuilibër kërkon edhe një anë tjetër, pa të cilën asgjë nuk funksionon. Metodat e prindërimit i kushtojnë shumë rëndësi gjendjes emocionale, apo jo? Është e frikshme sa mirë arrin të lexojnë të porsalindurit energjinë e atyre që i rrethojnë. Ato mbijetojnë përmes kësaj saktësie leximi. Ne mund të mashtrojmë fëmijët më të rritur me një buzëqeshje salse, por bebet u përgjigjen vetëm vibrimeve të trupit përmes atij që shkenca e quan bashkërregullim. Çfarë është saktësisht bashkërregullimi? Është shkëmbimi i energjisë nervore. Kur një prind po ndron pelenat ose po përpiqet të vërë në gjumë fëmijën, trupi i tij a është i shtrënguar, a rreth zemra e tij e sfilitur apo e stresuar. Nëse prindi përcjell stres trupor sepse plani ditor u prish, rutina dështon katastrofikisht. Truri i foshnjës lexon këtë panik nga mbrojtësi i tij kryesor dhe mendon se ka një rrezik për jetën. Dhe këtu çel një tjetër vorbull dëshpëruese. Prindi mbushet me ankth kur fëmia nuk fle. Kur e merr në krah dhe e lëkund ashtu nervozisht, fëmia e ndjen, friksohet më shumë, qan më fort. Dhe kortizoli i të dyve prek tavanin. Eksakt. Kjo shpjegon kaq mirë pse ndërrimet si stafet mes partnerëve nuk janë luks, por kusht mbijetese. Kur dikush e ndjen se gomat po dalin blof nga stresi, duhet që tjetri, që është më i qetë fizikisht, të marrë situatën në dorë. Thjesht për të rifreskuar atë sigurinë biologjike. Saktësisht, bashkërregullimi ka nevojë për dikë që të paktën merr frymëlirshëm.
Qëllimi nuk ka qenë kur të kemi bebe mekanike që ndjekin oraret. Rëndësia është të ndërtojmë një mjedis të parashikueshëm që u pakson atyre stresin dhe u jep mundësi të rriten të qetë. Duke mbledhur të gjitha fijet, e kuptojmë pse ky koncept ka kaq shumë potencial për të sjellë liri. Ne rrëzuam idenë e një regjimi kalendarik mizor. Zbuluam se parashikueshmëria e këtij cikli bazë është një boshtë mbrojtës. Dhe mbi të gjitha, treguam se nuk ka nevojë për një prindërim performativ hiperstimulues, kur e dim që truri i tyre qetësohet nga thjeshtësia. Është një lehtësim i jashtëzakonshëm për çdo prind, pa diskutim. Por ndërsa po analizonim këtë neurobiologji të foshnjave, mua instinktivisht më vjen në mendje një paralele rreth qenies njerëzore në tërësi. Si për shembull. E po, nëse shkëndërisht jemi të qartë që e parashikueshmja nuk është burg, por përkundrazi i jep liri foshnjës dhe e ul stresin, pse nuk e pranojmë këtë edhe për veten tonë, si të rritur? Kjo është interesante. Ne të rriturit vazhdimisht tentojmë t'u arratisemi strukturave. E shohim rutinën ose orarin si armikun kryesor të lirisë, por kjo dinamike biologjike nuk zhduket nga truri ynë. A ka mundësi që kjo arrati nga një përditshmëri e rregullt, po na thellon edhe ne në një shtërim nervor? Ndoshta, thellë, të gjithë jemi gjithnjë në kërkim të një pike referimi në hartën e jetës sonë për të ulur atë drek kortizoli. Wow, është një mendim vërtet mbresëlënës për tu përtypur. Me sa duket voshnjat, shumë më tepër se ne të rriturit, din të refuzojnë kaosin në këmbim të një rrjedhe të qetë të njohur jetike. Ka qenë një bisedë fantastike dhe uroj të ketë qenë një udhëtim i dobishëm mes fijeve biologjike dhe psikologjike. Do të rikthehemi shumë shpejt me një tjetër material po aq